Jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë vendin, rezultati 11 maj tregoi se koalicioni mes Partisë Demokratike dhe mbi 20 partive të tjera shen një kontrate nënshkruar pa dobi për demokratët, të cilëve ju desh të spostoheshin e të hidheshin në betejën e listave të hapura për t'i liruar mandate të sigurta, jo pak, por 8 emrave nga radhët e aleatëve. Rezultati i dobët dhe kurrja e partisë më të madhe opozitare nuk u ndihmua dot as nga votat e koalicionit, pasi prej aleatëve Sali Berishës donë se kishte parashikuar 1/3 e votave. Në të gjithë vendin nuk i kanë ardhur më shumë se sa 60.000 vota, që nuk bëjnë dot as 6 mandate deputeti, ose në total rreth 1/9 e votave që ka marrë Partia Demokratike. Partia e Lirisë solli koalicionit rreth 26.700 vota, duke arritur kështu të justifikoj vetëm 2 nga mandatet e sigurta që mori nga Partia Demokratike. Mes këtij grushti votash, kontribuesi më i madh duket të jetë Partia Agrare Agrondukës, që e sakrifikoi veten me vetëm 1 mandat në listë të sigurt, Artan Lukun, tashmë deputet i Durrësit. Në këmbim të këtij deputeti, Agronduka solli 22.660 vota përmes 9 kandidatëve në listë të hapur. Shpëtim Idrisi, që kur firmosi koalicionin me PD-n, pretendoi deri në fund 2 mandate të sigurta deputeti, nuk i ka sjell koalicionit me kandidatët e regjistruar në siglën e PD-jus as gjysmën e votave të 1 mandati. Me Mesila Dodën, deputetet të sigurt përmes kandidatëve në listat e hapura, përfshirë edhe veten, Idrisi solli vetëm 4.000 vota. Vendin e sigurt në parlament nuk e justifikuan dot as votat e PPD-njës Vangel Dules dhe Partisë Republikane, të cilët hodhën në garën e hapur kandidatë Gjikuria e Jahelezi, por që nuk kapën dot as nga 4.000 vota. Në siglën e tyre rezultojnë në lista zyrtare të KQZ-s edhe kandidatë të tjerë, por që në fakt vinë nga radhët e demokratëve. Kjo manovër është bërë që kur të përllogariten fondet, partitë e vogla aleate të jenë përfituese.